Unë kam lindur në kohën e komunizmit. Unë kam lindur në një familje me traditë muslimane. Dhe deri në moshën 22 vjeçare, 22 vjet mund t'ju duket pak atyre që janë 50, por 22 vjet është goxha një jetë e tërë. Edhe kur unë dëgjova për këtë pikpamje të krishterë, që vetëm me anë të Jezusit mund të shpëtohesh, kisha të njëjtën pyetje për veten time. Po si ka mundësi, nëse kjo është e vërtet? Nëse kjo është e vërtet, po sikur komunizmi mos të kishte rënë dhe këto amerikanët që erdhën nuk do kishin ardhur dhe unë s'do ta kisha dëgjuar. Unë do shkoja në ferr? Kjo duket absurde, duket arrogante. Unë e kam përjetuar personalisht këtë pyetje, nuk është teorike fare. Por pastaj kam kuptuar që Perëndia nuk i dënon njerëzit në ferr për shkak të asaj që ata nuk dinë, i dënon për shkak të asaj që ata dinë. Më kupton? Perëndia, njerëzit shkojnë në ferr për shkak se janë mëkatar. Nuk shkojnë në ferr sepse nuk kanë dëgjuar për Jezusin, apo nuk kanë pranuar Jezusin. Shkojnë në ferr për shkak se janë mëkatar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të gjithë njerëzit, qysh nga koha e Adamit, kanë lindur me tendencën e natyrshme për t'i thënë Perëndis mos më çaj kaptinën. Domethënë, indiferenca dhe rebelimi kundër Perëndis është ajo që Bibla e quajnë mëkat. Unë isha djalë i mirë, unë isha djalë i respektueshëm, djalë i mirë, i dashur, por unë isha indiferent dhe rebelues ndaj Perëndis nga përkufizimi. Nga përkufizimi, sepse unë as doja me ditë nuk e kisha Perëndin mbretin e jetës time, dakor? Dhe ky është mëkati që sjell vdekjen. Kurse shpëtimi, Jezusi, është, si me thonë, një e mirë e pa merituar. Nuk është një e drejtë që ti ke. Pra ti nuk ke një të drejtë. Unë duhet të di për Jezusin, ose unë duhet të kem Jezusin këtu afër. Nuk mund të më çosh në ferr mua në qoftë se nuk më ke sjell Jezusin, edhe në qoftë se nuk më ke bërë të dëgjoj Jezusin. Ai s'ka për detyrë fare. Ai mund mos ta kishte sjell fare Jezusin ora. Dhe jeta do kishte qenë thjesht nga materniteti deri në varreza. Dhe varreza pastaj kur të shkonim atje do shihnim bobo si qega përjetësisht larg Perëndis. Pra, nuk është padrejtësi. Kjo është e para që duhet thënë. Perëndia nuk bën padrejtësi duke i lënë njerëzit të shkojnë në ferr. Pik. Jezusi është një gjë e mahnitshme. Jezusi është një gjë e re. Jezusi është një gjë e pa imagjinueshme. Jezusi është një dhuratë e pa pritshme, e pa besueshme. Është një gjë krejt e pa merituar. Është një realitet krejt i ndryshëm. Është një dashuri plotësisht e pa meritueshme nga askush. A më kupton? Pra, Jezusi, njohja e tij është një dhuratë. Nuk ta ka për borxh askush dhuratën. Ky është interpretimi që ndihmon për të shpjeguar pastaj atë që desha